Në një cep të qetë të Drenicës, aty ku historia moderne e Kosovës është e mbushur me kujtime të freskëta, arkeologët zbuluan një kapitull krejt tjetër. Një kapitull që vjen jo nga shekulli i kaluar, por nga thellësia e 50 deri në 60.000 viteve më parë. Një zbulim i tillë është një ndër më të rëndësishmit në historinë arkeologjike të Kosovës. Sepse për herë të parë dëshmohet në mënyrë të qartë se njeriu modern ka jetuar në territorin e Kosovës shumë përpara lindjes së qytetërimeve që njohim sot. Para se të vazhdoj me rrëfimin, nëse dashuron historinë shqiptare dhe krenohesh me rënjet e tua, shtyp butonin e pëlqimit, abonohu në Histori Epike dhe ndiz zilen për të mos humbur asnjë tregim epik si ky. Një ekip i përbashkët i Universitetit të Tübingenit nga Gjermania dhe Institutit Arkeologjik të Kosovës nisi një mision të thjeshtë, të gjente gjurmë të njerëzve të hershëm në Kosovë. Por ajo që gjetën te kaloi çdo pritje. Në një zonë të hapur në rajonin e Drenasit dhe jo në ndonjë shpellë siç ndodh zakonisht me gjetjet të kësaj periudhe, ata zbuluan artefakte të periudhës së Paleolitit të Mesëm, një periudhë që deri më tani nuk ishte dokumentuar fare në Kosovë. Gjetëm atë që po kërkonim, deklaroi me entuziazëm arkeologu gjerman profesor Dr. Harald Floss. Kemi dëshmi të njerëzve të hershëm që jetonin në Kosovë, ndoshta rreth 50 deri në 60.000 vjet më parë. Ky moment ishte si të zbuloje një faqe të fshehtë të një libri që e ke pasur gjatë gjithë kohës në duar, por nuk e ke lexuar kurrë. Drenasi, i njohur edhe si Glogoc, është vend që gjithmonë ka qenë në qendër të ngjarjeve historike të kohëve moderne. Por ky zbulim tregon se ky vend nuk është thjesht një pjesë e historisë së re, është një nga vendet më të vjetra të banuara në Ballkan. Ekipi nuk ka bërë publike ende vendodhjen e saktë të gërmimeve për ta mbrojtur nga dëmtimet e mundshme, por ka konfirmuar se bëhet fjalë për një vend të hapur, ku janë gjetur mjete prej gurri dhe mbetje që dëshmojnë aktivitet njerëzor. Ky detaj është shumë i rëndësishëm. Nëse shumica e gjetjeve të kësaj periudhe në Evropë ndodhen në shpella, ky është një nga rastet e ralla ku njerëzit e Paleolitit kanë jetuar në natyrë të hapur në një territor që sot quhet Kosovë. Kjo periudhë, Paleoliti i Mesëm, është epoka ku në Evropë qarkullonin njerëzit e parë modern dhe neandertalët. Nëse këto artefakte datojnë saktësisht 50 deri në 60.000 vjet më parë, atëherë Kosova hyn në hartën e vendeve më të vjetra të banuara në Evropë nga njerëz të tillë. Sipas arkeologut Luan Gashin nga Instituti Arkeologjik i Kosovës, ky është zbulimi i parë i kësaj periudhe në vend. Nuk bëhet fjalë për shpellën e Radacit që shumëkush e njihte si zonë arkeologjike, por për një vend krejtësisht të ri, që deri më sot ka qenë një pikë zbrazët në hartën arkeologjike të Kosovës. Për shumë kohë studiuesit kanë debatuar nëse territori i Kosovës ka qenë thjesht një rrugë kalimi për grupet e para të njerëzve apo një vend ku ata kanë qëndruar gjatë. Tani kjo pikpyetje merr përgjigje të qartë. Njerëzit nuk kaluan këtu, ata jetuan këtu. Ky zbulim tregon vazhdimsinë e jashtëzakonshme të jetesës në këtë tokë, nga Paleoliti i Mesëm, mijëra vite përpara qytetërimeve si ai grek apo romak, deri në periudhën romake, ku në afërsi të kalas së Vuçakut është gjetur një altar romak i shekullit të 3 pas Krishtit. Kjo tokë ka qenë vazhdimisht e gjallë. Një tokë ku gjurmët e njeriut janë të thella, shumë të thella se sa kemi menduar. Ky zbulim ka një vlerë shumë të madhe se sa thjesht shkencore. Ai na lidh me rrënjët tona më të hershme si popull i këtij vendi. Tregon se kjo tokë nuk ka qenë asnjëherë bosh, asnjëherë periferi, por një qendër ku njerëzit kanë jetuar, punuar dhe krijuar shumë herët se sa kemi ditur.
Në një kohë kur shumë popuj të tjerë po kërkojnë të rindërtojnë rënjet e tyre historike, ky zbulim i jep Kosovës dhe Dardanisë një peshë të veçantë në historinë e njerëzimit. Ky vend që sot quhet Drenas mund të bëhet në të ardhmen një qendër e rëndësishme arkeologjike dhe një pikë turistike që tërheq studiuese e vizitor nga mbarë bota. Arkeologët kanë paralajmëruar se rezultatet e plota të studimit do të publikohen së shpejti. Do të mësojmë me saktësi vendin e gërmimeve, datimin e artefakteve dhe interpretimin shkencor të periudhës. Pritet që ky vend të marrë status të veçantë mbrojtjeje dhe të bëhet pjesë e projekteve të mëdha të promovimit të trashëgimisë. Përveç rëndësisë për shkencën, ky zbulim ka potencial të jashtëzakonshëm për turizëm dhe për ndërtimin e vetdijes sonë historike. Historia nuk shkruhet vetëm në libra, ajo është në tokë, në gur, në artefakte, në rënojat që fshehin kujtimet e para të njerëzimit. Drenasi, dikur thjesht një qytet në zemër të Kosovës, tani hyn në historinë e madhe të Evropës. Si një nga vendbanimet më të hershme të njohura të njeriut modern në këtë pjesë të kontinentit. Kjo është një ftesë për studiuesit, historianët, nxënësit dhe çdo shqiptar që e do historinë të kthejnë sytë nga rënjet tona dhe të kuptojnë se ne kemi qenë këtu që në fillim. Në fund, ky nuk është thjesht një zbulim arkeologjik, është një dëshmi identiteti. Një dëshmi që thotë, kjo tokë ka frymuar njeri që para 60.000 vjetësh. Kjo është një histori që duhet ruajtur, treguar dhe mbajtur me krenari brez pas brezi. Çfarë mendoni ju për këtë zbulim të jashtëzakonshëm? A duhet që Drenasi të shndrohet në një qendër kombëtare arkeologjike? Shkruani mendimin tuaj në komente. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.